apo shndërrohet Big Brother VIP në përputhen, publiku ngre dyshime. Prej ditësh rrjetet sociale janë përfshirë nga mijëra komente dhe diskutime, ku ndjekësit e spektaklit ngren një pyetje të drejt për drejt, apo ndryshon identiteti i Big Brother VIP duke ju ofruar gjithnjë më shumë formatit të përputhen. Ky debat ka marrë vëmendje të shtuar, duke qenë se në fazën aktuale të lojës janë 4 banorë që janë bërë të njohur nga programi përputhen. Konkretisht bëhet fjalë për Ina, Casey, Mateo dhe Stelina. Sipas shumë ndjekësve të spektaklit, ish pjesëmarrësit e formateve si përputhen janë tashmë të mësuar me skenar dhe dinamika televizive. Ka i bën ata më të gatshëm të ndërmarrin veprime ekstreme, apo të krijojnë situata të forta vetëm për vëmendje. Pikërisht që sjellje, sipas komentuesve, i shërben edhe produksionit, pasi këta banorë janë më të lehtë për të orientuar dhe për të lëvizur sipas nevojave të lojës dhe spektaklit. Megjithatë, kjo qasje ka sjell edhe reagime të forta nga një pjesë e publikut të Big Brother VIP, të cilët shprehen se formati po humbet thelbin e tij, duke u fokusuar më shumë te dramat e krijuara sesa te loja reale dhe bashkëjetimi. Në këtë kuadër, shumë ndjekës kanë shprehur hapur dëshirën që disa prej këtyre banorëve të largohen, duke përmendur veçanërisht Inën dhe Caseyn. Kjo ka hapur edhe një debat më të gjerë në rrjetet sociale. A mjafton pjesëmarrja për një periudhë në përputhen që një person të konsiderohet VIP, apo statusi VIP duhet të lidhet me karrierë, arritje dhe kontribut real për te reality show?